Në një kënd të qetë të Trabojinit, ku gjelbrimi takohet me guret e lashtë dhe rrugët e dikurshme të udhëtarëve, gjendet një thesar i natyrës që ka mbijetuar ndër shekuj, Kroni i Trabojinit. Ky burim i freskët, me ujë të pastër e të kristalt, është më shumë se një vend ku shuan etjen. Është dëshmi e gjallë e historisë, kujtesës dhe kulturës së kësaj treve. Për këtë me të kuvet, unë e leje rritë këtu. Si fëmi, më kujtohet më të panë herë që ka ardhë këtu në vonë, s'ka ardhë këtu. Ka ardhë dhe me nonëne, me prinde, me babën ka ardhë për ujë, se atëra koha dalë e fëmija, ka shkua, edhe me dy shishe kanë qua fëmijën 5-6 vjeç me marrë ujë. Këtu e kanë qua me marrë ujë. Qysh s'korrat që kanë dalë, qysh bardhe i kanë ardhë, qysh gjithë kajtë kanë ardhë këtu. Ka kujtimet mira këtu, se i ka kalu 60 e kusur vjetë këtu. Ato të mira e janë, por ta shpjekoha që do të me lëshu vetin, se të banë shnedja, të banë mundësit, zhenja shëndësore të banë. Me lëshua. Unë tona kushte i ka pagodile këtu, si në tusë barabar. Si ka matë mira ta shën tusë se këtu. Por, duhet me lëshu mirja, disha zotit se me djale me rope tona, edhe këtu dalë ka herë shpeshe. E vizitoj këtu, se nuk kaloj java dhe ditë që s'dalë. Ky krua, gjithsa do të flasin, nuk mund mjallon atë punën që ka banë ky për ne dhe për popullin tonë. Se ky me sheku ja kriju këtu, nuk ka kënë kështu si asot, por ka kënë tjera kushte, po njerëzit e kanë përmirësu, e kanë regullu edhe e kanë pronë këtë gjenje, sa shumë vizitor vine, vizitojnë, kënaqen këtu të ky krua, po ma shumë janë kënaqen ato kohën atë vjetra këtu, se këtu njerëzit kanë ardhë me baktije, familjet të tona dhe janë ujua këtu dhe kanë pa shpirtin gjallë me këtë krua. Du të me arrit njerën se gati gjithë kush punën për pare e këna ka shërbyet falë, tonë kohën. Ashtu që jem mirë njës, Zoti e ka kriju këtu në këtë vetë, treshe këtyne katunet, jo një vend hupun atje që me hjek keqe dhe me shkua, po bashkë e ka kriju Zoti këtu ku me ardhë edhe me u shërbye me këtë krua popullin. Kroni i Trabojinit, ku gjendemi tash, është shumë ma tepër se një burim. Bashkë me mjediset që rrethojnë, mendoj se është shumë ma tepër edhe se një destinacion rekreativ. Se një vend inspirimit për krijuesat, që nuk janë të pakta ata që kanë marrë inspirim këtu, për krijimtaritë e tyre. Është shumë ma tepër se një vend logje shëtubimesh pa edhe historike. Do të thoja është një pikë referimi. Është një sintezë të gjitha këtyne që i përmenda dhe bile shumë ma tepër se asë. Përse ky krua, si të gjitha krojet e malit, ka atë aftësi që çdo kalimtar, qoftë i rastit apo i qëllimshëm, e ban që të pi ujë edhe në mos qoftë eqët. E kanë krojet e malit atë aftësi. Si që thonë, kushdo që të ketë pi ujë një herë në këtë krua, pa edhe në krojet tjera që gjenden rreth maleve, ndije një dëshirë për t'ju kthye prapë. Edhe menoj se është ashtu. Ndoshta mas mirit po i referohem një kardinalit gjerman që ka pas rast 2 herë tjetë këto. Kardinali Joachim Meissner, një mik i madh këto i Trabojinit e i vendit tonë, 2 herë ka pas rast si mik i madh i hyni tjetë këto. Herën e parë ashtu thosh kalim për të vizituar
natyrën e bukur të vendit tonë. Herën e dytë, si që thot ai vetë, sepse ndihen atë dëshirën e zjarrt për të pije dhe i herë ujë në këtë krua, në këtë burim bukur. Ky mesafir i yni, ky klerik i nalt në hierarkinë e kishës katolike, krye i peshkve i Kelmit, thonë se është familja më e madhe në botë, ka pas dëshirë të kthehet edhe për të tretën herë. Bile ka pas premtuar këto në një sofër që janë kanë shtrua për nder. Mirë po çka ndodhi? Kardinali vdes e bashkë me ta gati edhe ora e ujnave tona se na ende sot nuk kem ujë, s'ka një ujësillës, kanë trabojnë. E ai pikrisht të kanë shumë i gatshëm për të investua bujshëm për të ndihmua këtë vend në pikpamje. Ky vend pitoresk, mendoj se është një perlë, vërtet një perlë e natyrës malësisë. E shihni ku ndodhet racë këtij vargmalit që ndan trabojnin me rapsh. E dini, trabojni e rapsha janë dy pjesë të hotit. E ky vargmali këtu e ndan, e si për ti është edhe i kufinja administrative dhe ndosën masë i shekull më parë, i cili e ndan hotin për gjys. Si burim, si krua, mban emnin e Trevës ku gjendet, mban emnin e Mallt të Trabojinit. Trabojini shtrihet relacionin lindje prandim që prej kanalt pas nesh që merri e bishktira e deri në liçen Shkodrës atje në fund Sukrus. Nuk është i vetmi krua, por është më e madhe krua. Kur thëmë më e madhe krua në Trevën malore, tash me përfshin aty kronin e Narhelmit, është burimet pranë ujit ato mund të kenë kapacitet më të madh se ky. Prej brezash, populli malësor është mbledhur rreth këtij kroji. Barinjt kanë pushuar këtu me baktitë e tyre, gratë kanë mbushur enet me ujë për familjet, ndërsa fëmijët kanë luajtur pranë tij, duke ndjerë freskinë që buron nga thellësitë e tokës. Kroni ka qenë gjithmonë streh për të lodhurit, mikpritës për të huajit dhe i domosdoshëm për çdo shtëpi të zonës. Në ditët e vjetra, kur jeta ishte më e thjeshtë dhe e lidhur ngushtë me natyrën, ky burim përfaqësonte vetë jetën. Uji i tij ishte shpresë në verat e gjata e të nxehta dhe gëzim në dimrat e ashpër, ku gjithçka tjetër dukej e vështirë. Çdo pikë e tij mbante brenda një histori, një kujtim, një lidhje të pashkëputshme me vendlindjen. E ka të historinë e vetë, ky krua, edhe gjitha krojet që i kanë shërbye për njerëzimin. E kam tije, sa është e sakt nuk e di, por fjalë popullore, se njoni e ki palshua kalin i pelt moqime, edhe e qorë, edhe ka thonë detë sofi, edhe e ka lëshua këtu në këto livade këtu. Këtu sa kanë i diktuam në atë kohë kronin. Edhe tu e këshyrë dita ditës, pela nuk po cof, po jeton. Edhe vinë e këshyrin, e marrin mrapa pelen, e ajo ka shkua, e ka zjetë ujt, edhe po pinë ujt, edhe pela po jeton.
e kanë marrë mrapa, e kanë pa ku apusi i ujit, atër kanë filluar njerëzit, e kanë qilë, kanë ardhur deri te ujit, se thonë i pele qorte ka gjithë këtë ujë. Tash kur ka kanë nuk e di se veti ka kanë i thatë këtu, popullsia ka kanë e madhe, nuk ka si sot. Këtu ka kanë me 10 fishin ma shumë, edhe njerëz edhe bakti. Në atë kohë nuk kanë pas kamiona si po ishini ju sot këtu që kemë ardhë me këta bota këtu me bush, po këtu kanë ardhë me kuale, me gomare, me buljera, me marrë ujtë e me e quan për shtëpiat veta. Gratë kanë ardhë, kanë pastruat teshat e veta këtu. Këtu i ke pas gjarë me të lezuna, gratë të rrah robat me les. Nuk ka pas detergjente, sapune, po në lakfinit i kanë la robat këtu për me i qua me i pastra në shtëpiat e veta. Ashtu që si mos ti të kanë edhe këj kru edhe shumë kroje tjera, as jetë për njerëzit këtu s'kite pas. Se s'ka që ka me ba njeri këtu pa ujë. Unë jam rritë këtu në fshatin Helmic, po i pjesë të madhe e kom kalu edhe në bjeshkën e Qemerit, atje atje ven e thatë, ku a dasht të partë tanë me marrë ujë, ose je këtu, ose në gurët në Gramshit, e gurë në Gramshit ashtë në gjysë brinsë rreth i bardë, në shefi me të rjeshin, ose në Gërzoj. Po, ato janë kënë jetë shtira për tonë ata, për mua ka kënë pak makollaj se për ata të partë, se kanë ardhë tjera kushte, sa do kundu i fije pak makollaj e kem pas. Por njerëzit të tërfilluan me godit sarangja, me afrit ujt, me grumullua me lama, me grumullua me qatia të shpis, ashtu që i sot gati me thanë gjdo shpi është e lidhun me uj, me elektromotora, me banjo në për shpia, e ka ndryshua shumë jeta. Por gjithmonë duhet me kënë mirë njës për këtë krua që na ka shërbive. Kanë kënë 3 e 3, gra e varza, burra, pleq, tonë këto janë bashkua sidomos mazditet për me arë me i ban pushimet e mazditës. Po gratë kanë arë me bulira, kanë marrë ujë natet, ose burra, ka i bulir ujë e 2 bulira, dikush edhe me kuale me gomar, kanë marrë ujë. Tjerët kanë ardhë me uju e baktin këtu, në zhek. I kanë prunë, i kanë pa ide ka 3-4 sahati këtu baktin për veset vesa, se këtu janë të tonë, janë dome me parcela se të kuja janë veset këtu. Edhe i kanë mrizu baktin, e ma në fund i kanë quen për shtëpiat veta. Edhe në pramjet janë të bua njerëzit këtu. Këtu, si konti prej do plekut, me plecet që kem pa i plak dhe më 75-ën, gryka e krojnë nuk ka këtu. Po kem ma poshtë një. Por kroni të ma punë të e veta që qoju kroni, e ka dalë të rrhetu. Këtu s'ka ku dojve prek kush. Janë të ku ka dalë, janë të kanë la. Se tash për shemull dimnit, edhe janë tje del ujboll. Këtu janë këtë zonë, janë këtë mullin, të të 2 mullin, o kënë dhe farë ka janë të do kënë. Farkatari, kovaçi o kënë, janë të jo veti, po e kanë të pylla. Në të kohë, më ka tha baba e këta që u kanë kumet, onda me jelon të nesin e Kolombusit, onda me jelon zonat ati me të punoj ditën vjetë ka punua për ata që kelon. Gjithë shka i ditë ka punua për ty, po se të mytje da me i pagua. Edhe sot i thonë janë të veti të fartë. Mullit janë, këj janë, kënë i këtyne nicet, i zëhvetit e i markmelocet, i fremarkut, o ke bësa jazit qysh këtu, e ati o ke. Por se kem div leftën, se nuk ka vej me prek. Së një div leftën. Tjetër në kajtë mullini i këtyne zjelet, i zëfreta që te i kollë mujtë në kem ma poshtë, a i beson ke mullin i mirë, edhe këta në ke mullin i mirë, po ajo ke mullin i mirë, se e ka paja i zëfreta që e ka paja mirët mullinat ku.
E loke rruga e Mullinit edhe sot I thonë prej bricet që kanë ardhur njerëz me bluat këtu. Se mo këta vetalit këtu kanë blua. O Mullinit po se këtu çdo shtëpi ka pas kolomos e grund, kolomos më shumë kolomos se grundi ma keq atë këtu në atë kohë. Veç kur kanë ardhur do farna që baba I këtij I Xheloshit ai ka punë farnë e grundit që se këtu ka grundi, sa va grundi këtu, veç kolomoci. O bon grundin trabohin, nalt këtu jo, as pak grundi. E helmit, edhe ata nuk ka bon grundi kudo, se ka I far grundi që nuk ka bon kudo. Atëra kanë grundi, grundi kolomoci. Ku ja e shtëpi që ka pa grundi, ka blu, ka bu grundit e shtëpi, filoni ka bu grundit, ose shku me taj në la bu grundit, thot. Në la thot bu grundit zet, thot, e hongër me bu djathë bu grundit. S'ka kësyrë kush, e barë dhe e zes, por bu grundit, aro kënë. Shumë aro kënë, shumë mirë kënë e zonë. Këtu kolomoc në kënë, sa ban kolomoci këtu. Këtu sa një plan të këtë pa punua. Vetë që s'ka muj me, vetë tonë janë punua të kënët. Kërtoll, kolomoc, grosh, tonë janë më kënu. Si kuj më shumë, si kuj më pak, por nuk janë katër plehë në të kimik si tash, me ucit pleh, por janë natural. Kush ka pas bakti, I ka plehnu I copë, për shemull si mjetë, I copë, mbote, I ka më diqka. A besa për bakti janë ke kesë në kënëson pak. Se tonë të kanë punua. Vesh po me zgjithë, me kashte, me zane janë paj baktia këtu, me shtirësina. Po kanë dalë bish, që merë për shemull cysh, shna në unit, me cyshën sërshore, derin, kanë tenjë, derin, deshti unit kanë tenjë që merë. Atë pra, po kanë regull atër. Me ullë për shnjon, e me dalë një tjenë në pas zëjë të rishit. Me dalë prapë, se nuk ke gutuj me dalë për një herë prapë. Sa ke regula. Ke regula që, se për me pat baktin, balesën, s'ke gutuj me dalë para shokvet, bish, por, data kur me dalë që mërë. Toka, sa kanë thurin si tash. Ka pil kolomosi, e kërtollat, atë në datë, fmija I shketi ka tenjë, tonë kohën ka tenjë tua, veç me në komë para baktish. Para baktish ka tenjë në komë. Se me I përmys, a ka gazet piro në zotë, se me hi baktia në kolomosi, atë në poj lupe, berre, cije, kualle, tonë në bajt. Jitë e shtira kanë. Nuk janë ke kushte si tash, janë, për shemull cysh, tashën në të kohë, cysh shpjetit e mrapa, këtu më prej zjethi. Deri shnjonit, më prej zjeth, sa da për bakti, për ta gji, për bakti, besa e shtira, punë e shtira, ka I zjeth bërë. Punë e shtira, se më kujtohet si fmi, I është I ri, me babën, me nanën, pa që në dritë, shkosha e mersha në krah, mu sa I është, edhe një ashtu, mundi mua familjes. Kënë ashtu, nuk ka veç vetë, po në këtë tonë shokët e mi rrëth. Tonë në këtë, se tonë jem kënë njajtë. Jem bashkua, I e këtu, bashkoshim të kroni, luoshin top, po që top kinë, pa s'kim topa, por do I godishim prej najlonit, pështile, najlonin të lidhe me spaga, me diçka e luaj ashtu. Se s'kem pas, s'jam ke kushte. Po tash, jesh zoti pas atë vite u bon. Kur nisën njerëzit me dalë jashtë, me pa atër, në ro puna. Ka në ro puna. Ka luaj, këtu fëmija, bashkoju luaj, besa s'kanë pasas kushte, por luaju këta dvojlit, luaju pshej, iki shojt për pas lellit e puce plof, ko keme luaj, tre hapa kena jo largë. Me gjua, se klikerat janë arvon, klikerat janë arvon, kur anë klikerat në atër kem pështua. Në toni, edhe janë një të që është, toni I ka pagishtat, dvram prej klikera që lutë e klikera. Tu e kem pas, janë kes kom lecet të mla. Po të vonë ka klikeri, që klikerat vonë, kur në ta ka prunë dikush, si fmi ta ka lajnë bombon, e s'ka pa komerë për I të lokum, janë këta lokuma shësirët. Kur ta ka lanë, thot, gëzua. I gëzua për to. Pasha zotë në këtej këtë myte, edhe këta peceki, se prej e të myte kanë shkua në Shkodër, në brekt masë, familjet, edhe zyshem ka shkua. Edhe baba e ti kanë shkua njerëzit në Shkodër, kanë punua, dimnit, e vjesht,
merë për Kolomus. Për Kolomus. E atje, nuk ka, tash ja kanë një arë i Shqipënia, i thëmë, si kanë dalë kam prej, a ne jem dalë këtu. O kanë i shtirësi e madhe këtu, mos me pa kanë në Shkodra. Pjesa në Shkodrës, malësia ki dekunit. Thasëcinët të mbla. A i 7 herë në djekë hoti e pikë, 7 herë. E 3 herë ka më rrinë zysh jem me ja marrë vargojt e zarmit, se i dini që janë vargojt. 3 herë. E jo veç ati, po dhe tire, veç zysh jem që ka kumet, më kanë kumet baba e këta, 3 herë ja kanë marrë vargojt. Atër, edhe vargojt, oke zhanë më dhe betimo, më tjetër zhanë, edhe merë që ka kanë për shpija, të zhanë. Merë baktine, merë që kanë ba. E këtu kanë kalu shumë zonat shtira, kanë kalu zonat, edhe bila s'mundi e me o përshkot, është rinizë. Se rinia tash si ka, tash shqyri ka në kushtet tjera. Unë për shemë prej këtënjite, e jam unë tus, me 2 kuel drunë, si ka pa 14 vjetë. Me shqit drunë, me ble shesirin, me ble kafe, na orizin, na zona shpjake. Vetëm unë që në tjerë shokë. Ka tonë si që nuk im na vetëm unë, por bashkoshim grup. Bashkoshim grup me kuel, shishim drunë aty, ku është tash të kisha, këte ku janë të kërnis që janë apoteka, janë të ka e lamë të mollini, para mollinit, janë të shkoshim, shqitshim drunët, atër shkon në shqitore, blej, janë të shkon të lypë. Atër s'ka pas kesa, se onda me qohë cokullin, i kam sa cokull, strajcën, me regulloh për shqeqere, për krype, për këta, tonë e nda. S'ke pa veç i shqitore në tusë, s'ke pa tjera. I shqitore ke pa, s'ke pa tjera. 2 janë ba vonë, 2. Veç i shqitore. E la ata, unë ka i shqitore ushqimore, i shqitore o kënë për këto zona hekura, për këto zona vojgurit e këto, edhe vojnë e gurit në da, me qua, nuk kemë tha matare, janë kënë prej aluminit, me ta bush, da me dërë mirë, për mos më të lërë se ta ka prish kur në e kallit ajo. Me pa këtë derë, ose i ka ma erë tonë, që ka ke pa në kall. Po ata veç ajo, kur nishim, në porosiqin, hëvë jetë kur blesh vojgurit, mos e ve ku do se është prish. Por tash kanë të në kohë, tash janë gjithë tjetër kanë, kërë i zonë që kërë ma mirë. Sot për shemë shkon jetë, mos për që këtu shkon gjithit. Atë nuk e për shemë i mollë me ta në kush, u hargjua me pruni mollën, pruni se ma të tjere zonë, i radë lokuma kanë. Këtu kronin s'ka këtu kush me kësë përdorë. Me kësë përdorë s'ka këtu kush. Okej, porositun familjarisht në kënë. E kem pa këtu i grua, o kem martu me në grua të në ardhë, se i ka tek burri, e vite i porosit të gratë jetu. Ruaj një ujtë, mos lanin në ujtë me prish ujtë. Se ja i grua shumë e mirë në kënë, e me që mos e prish një ujtë, se vjen jabanxhia e nuk ka ku me pi ujë, o bare, sa të kanë rrugë njërë si sajtë bollë. Tu janë ke hatër, të janë ke dasmë, të janë ke tonë, janë ke sajtë, atë janë ke rrugtarë, ti për shemull qysh s'korrat, këtë esh njërësit të dalë, për shemull ka rastin të ravojnë, atër s'ka pa, atër nuk ka rruga anej, po ka rruga jekë sajtë me dalë të ravojnë. I kjo rruga ka kryesore. Kryesore ka i kjo rrugë. E këtu më dabe sa, gjdo, kura këto bush ujtë i kush, një karja për në gjia da me jalan ujtë, me jalan respektin, kur ka edhe mja bush buljerat, këtynde një ka nuse e rea, vajzë e re mja bush, këtynde tjerve të retë mundi mua, edhe me marrë buljerën e vetë, edhe kove në dorë, që një teshtë kanë rrugës, edhe një ka teshtë një aty ku këthejë, e ka lutë me ujë. E lutë me ujë. A besa, kur kem shku ma poshtë, ka hasën turp njerëzit, a do një ujë, pa ti ndaqë, po hjekësi, e ka ullë edhe bulirën, njerës shumë, e ka ullë bulirën e ka ullë ujë. Nuk ka kësyrë për gote këtë gjanë, është po me atë kove si e ka pasë, u ka ullë ujë tonë. A kronin e ka rruaj fort. Këtu e ka rruaj fort kronin. Kronin e ka rruaj fort. Se këtu 3 herë të ditë, së nda me ardhë shpjerë upit me marrë ujë. Në nate, në mjes ditë, në përome, se këtu a punua familje. Nda me shkua prej shpjet me marrë i buljërë, për sa ka pa ujë, 15-20 kg ujë.
E prej tonë ka pa një të bulirë, ujtë e ka pas me la, me tonë e ka pas. Ata edhe 3-4 herë në ditë me arë këtu. Për ata që edhe jashtolla ka porësia që me ruaj kronin. Me ruaj kronin. Edhe nuk e kanë kësë përdorë, se kanë kësë përdorë, këtë çdo kohë që ke arë këtu ke muj me pi ujë se kanë prish. Kanë labe sa jetu, gratë, cysh skorraqe, cysh barle, cysh helmice tonë, janë ke leze i gjarmi, janë aty, lashin, edhe gjithë sila me kove me marë, ujtë me qitë në të kupmoja që ka pas, ajo me qitë robë, me në ujë, me shpërlak, si thomë nashë me shpërlak, nuk i kanë shtinë në krua, vetëm jashtë. Këtu për shembull i ke pa ka dalin me kual garguat, edhe gratë besa në shminë, në krah. Gratë ka dalin për festa me la, për pashke, për shnjone, për kanë dalë. E këtu tjera të vese kanë thotë, ka thonë që s'kanë pa ujë, kanë thotë shqyr zotit e kini kronin një vatë. I kini rrisë e kini kronin të ravind afer. A shtira ka së ka kollaj prej më dalë. Mu di, ku pa rastin prej barlet, e ku pa gruën ka vjen bëni i smalit, me bulirë e me bakti për parën. Vjen me marë ujë tu, edhe molla ujë baktivit. Nuk ka shtirësi e molla për ujë këtu ka. Por prape kem pa risket, kërë kem pasit, nuk kem pa risk. Këtu ka pa tjera kërojnë të rabojnë, po janë kanë më të vogla. Ato verës kanë qëterë, por dimnit e kanë pas ujë. Janë kanë të kërojnë, por ato jeton ka cendra. Jeton ka cendra, kur ke ardi, kur i ke pa vët, kual, ju të lejt, e go martë e mush lidhën, e vullira të ret, onda me prej të retën dhe shtati, me i bush, s'ka aty. Oke, nusje, 10 vjetë që arë nuse, beson da mja bush bullirat, tonë vetë edhe mundi mu me garkua, në kalde me garkua. Janë ka shumë të zonat të mire në kende, po tash ato skepse e për kuj se tash kjo heri ka ndrua. Si fëmijë kam pas rast me dalë me blua dërrit këtu, të kroni të rabajnit. Kjo të regon se pesha e ti ishte vitale për banorët. Jo vetëm me i pajis me ujë, po nuk janë të shumë të krojet që kanë zotësin me blua më lejtë për i rrëllë se ujtë tyne. Ky po, nuk është një rrëllë që ka do, është kroni të rabojnit. Ne jam në gjam malë në ujnat e majësis malë, bilele ma ljarë kësaqë. Kroni i Trabojinit nuk ishte vetëm një burim ujë, ai ishte dhe një vend takim. Shumë biseda, marrëveshje e tregime janë thurë pranë tij. Atje njerëzit shkëmbenin lajme, rrëfenin histori dhe ndanin gëzimet e hidhërimet e tyre. Ai ishte një hapësirë ku bashkësia forcohej dhe ku ndjenja e përkatësisë merrte formë. Ka kalua shumë gjenerata historina të mdha kë krua këtu. Këtu janë bashkuar njerëzit me shekuj, se gjithë ku është ujtë bashkohen njerëzit. Këtu janë ban logjet, këtu janë qitë hatret, këtu janë të bua njerëzit, kanë tej, janë ban kuvenet. Të tona kanë nollë këtu ku janë ujtë. Jo vetëm këtu të kroni të Trabojinit, po edhe të Radeqi, edhe të Krevenica, edhe gjithë ku janë kanë ujtë, se ujë është e nevojshme për jetën e njerit. Ma parë kanë ndryshme, nuk i pa met ato ma pashmet, po pa met këtu janë të bo njerëzit, do me thonë për festa të shionit, mas misia dytën dit, kanë ardhë, këtu janë të bua, këtu a valzua, këtu a luaj, këtu a knua, janë knash njerëzit, janë pa njerëzit, kanë të idej në orët e vona, besa ka pat mire, ka pat trije, edhe në atë kohë e kanë parinin e vete, i kanë pas ato të vetat barabar.
kanë ditë ka pak me luaj vetullën e synin e këtu të kronje. Tu po si pra janë njoftue, shumë bila janë misasue me këtë njoftim që janë bëhate. Gjithkohë, a kanë tubimet. Si janë prit festat? Festat janë prit shumë bukur, janë kanë, këto festa kanë për liku, rakia, vena, kush e ka pas, nuk ka pas dhe zona si tash. Djathi i mirë, ndoj zona këso perime s'ka pa pak po ndaj harbaqike, ndaj po harbaqike. Këtu logu kanë, këtu pa logu i bukur. Janë këtë dy vlazën, Gjek Meti, Zeh Meti, kanë një skotkën për kërë kravajt gjithmoni tu, ata të vetnit. Kanë një skotkën, nuk janë 4 shfëqata si tash që vinë shfëqata, po vinë shfëqata dhe Xhelullit e tjetër shfëqata. Ata vetje ka organizuar këtu. Janë kanë për shembull njerëzit që kanë në veshje kombëtare, kanë Lutnik Haka, kanë Age Ujkja, Nica, tash Nica, Bizhoka, kanë. Ata kanë luajë aty gocën, shqip i kanë thënë atë kohë. Ata kanë fillos atë kanë luajë të tjerë, po ata janë kanë në veshje kombëtare, kanë luajë të dy. Ata kanë luajë bukur, Lutnik Haka kanë atë kohë i vorë tash. Si janë 4 si tash që bashkohen, s'ka pa muzikë, por me qytelie, me lavde, me qytelie, përse qytelia janë përdor boll. Qytelinë e kanë përdor boll, se gati çdo shtëpi e ka pas qytelinë e lavde. E i ka ra, për shembull, i parë Gjergj Zefit, Pazurit, i ka ra qytelisa, i ka nis herët me ra qytelisa. Dhe janë kanë të tjerë prej këtu, janë kanë të tjerë që kanë ra qytelisa, i kanë me atë qyteli, ja ka muzika e tyndet. Ja ka muzika e tyndet. Ate këtu janë bashkue logu janë bashkue qysh grude, trishe, koje janë bashkue tu. Se vitojnë këtu s'kem përvitoj të të mes katunde, s'kan di që vitoja, por jetu. Janë arë të krojë të Trabojinit, kanë arë grude, trishe, koje, kanë arë. A i deri që në ka kufini qilën këtu, se i tu rruga me shku në Brizë. Edhe Brizë onë të kanë arë, edhe Pshatë kanë arë këtu. Por atë rëmjullë kufini në rrugë situata. Atër që nisin, kur nisin, kjo rini që me shku atër, këto zona nisin mu paku atër këtë zona këtu. Si krua dhe si vend që në rrëthon, sigurisht e dini edhe ju. Është e njoftën për tubime, qysh aty në historike mashtore, deri te ato lokale, përfshin aty ceremonit fetare, logjet e festa, ceremonit mortore, sfondit, takimi i poetëve, ka do kohë që zhvillohet këtu shumë me vendoj për kësaj organizator dhe duhet vazhdua në atë drejtim. Menoj se do të ishte mirë tjetë edhe vend takimi për krijuesit në ndenin e pikturës, për kolonit artistike. Bilem kujtohet një herë këtu i ndiri Gjelozjokaj, akademiku i Nxjam Mau. Unë bashkë bisedim në ngryk të kronit me vendas, ai edhe e pat përmend, e pat inicua se do t'ishte mirë pikrisht në ngryka e kronit ky vend pitoresk, bashkë me pikat tjera që ka Malësia, Idim, Vitoja, Tërgaja, sa tjera, se do t'ishte mirë që të krijohej, apo ma mirë me thamë, të tjetë destinacion i një kolonie artistike, mirë po edhe akademiku i Maldhic, deri tash sa është realizua, mbetena me shpresë, sepse jo, do t'ishte mirë, diçka e tillë dhe aktivitete tjera kulturore, sepse është vendi bukur këtu. Mendoj se pajtohen gjithë ata që e kanë vizitua në një herë kronin e Trabojinit dhe
ftoj, shfrytëzoj rastin që të gjithë shikuesit potencial të këtij dokumentarit që s'kan kënë në njëherë këtu. Të vinë, dhe të shijojnë bukuritë e kësaj natyrë të virgjër, e cila fatkeqësisht nuk është eksploruar sa duhet, e mirë do të ishte të ndodhte ajo. E kroni Trabojinit i kanë tha janë bashkua, njerëzit tuaj janë bashkua në lojna e në gjane, tash për Zotit gati e kanë lënë këtë krua veç rrallë. Pa e s'mush me zgjetë ka këtu, veç uja dalë tash sa herë dalë jetu, i njëri gjallë se gjej jetu, me ba muhabet me ta, por dalë me marrë ujë, dikur plot a kënë besa. Edhe s'ke mujt, edhe kura pas që këtë rruga këtë vonë, ke pas, je dalë, pasha zotë, ke pas shostinje, ke pas, janë dalë bolle, këtu je kjo qilë me pare, kjo ka fanë, jetu jona, demek jetu kem ban qilë, pak hajtë, për këtë shostinje mu bashkua, ka pak, e kem paj disa vjetë, pa me se s'ka gjë, e qilë dhe, kërë gjaku e më këtu, e la me ata të zanat, edhe që kështu puna. Pranë Kronit ndodhej dhe shkolla fillore, e cila sot për fat të keq, për shkak të mungesës së nxënësve, rri e mbyllur dhe në heshtje. Por kujtimet e saj dhe mësuesve të cilët dhanë kontributin e tyre në këtë zonë, jetojnë akoma në memorien e banorëve të zonës. Këtu jem kënë 4 vjetë kam mësua këtu, kem kalua mirë. Kem pa mësues marrë kollë malin, marra shkollën, kanë arë dhe shtu dhe mësues atyre, kanë i parë Nikol Dodë Lëgjuraj, o ka Pietri Vezaj këtu, por ne s'na kallëm mësima i Pietri Vezaj, se jem këtë gjenerat më re, por marrë kollë, marra kollë atë dhe në këtë 2 vlazën, të 2 janë këtë mësues, gjë për ata shikarë ma vonë, këtë Gojqaj, a i karë ma vonë, na kem kalu mirë tu. Atë ne unë tus në klasë 5, se na kem edhe shpinë tus, e unë atër në të kohë për mos me jetë këto për këtë vite në Ars, në Skorras. Se kem pa agjon kanë unë atër në tus, unë e letë këtë hejtë e agjon atër ati. Po si s'ka pa shumë në zonë sa, me 68 të këtu në kanë rrë 70 në zonë sa. Atër kur u qilë emergencioni që me shku për Itali, atër besa nisëm me guë. Se këtu ka pa shpi Europit, ka 4 në zonë, 5 në zonë, për e shpijet. Se këtu s'ka pa shpi që s'ka pas fëmije, s'ka pas. Atë nisëm me shku për Italie, me shku për Suedije, me shku për Gjermanije, o të nisim mu paku populli. Këtu atër kanë betë për vjetë ma pak. E kanë maj shkollën deri para disa vjeç u mëllë, se s'pat fëmije. Edhe aty nuk di që ka kjese. Edhe tjera të vese mësojnë me kaj fëmijë në shkollë, po këtu tash, s'di që hakem tash. Këtu atër, në lëshoshin mësuesat para me luaj, po që me luaj, tash në s'kipshim me luaj, por edhe unë që im ka poshtë, në brek poshtë. Jetu dimnit kur i te uj mëth, vëza kaloshim shtirbull. Edhe ato, dëbath me që i kishim e robë, edhe ato të kësia bollet, lakta bollet, kime lakshime. Je këtu jetë lantë, ku ke marrë na jetu, son ka kur i lantë. Na i kemë hu, atë i kanë mojë generatë të tjera, se janë tha, janë veç, jetu a bëma parë, jeki vetë o prej mërë kolmalit në dirë. Aje ka fillu më i pari, me zmanë zhanë. Besa dhe atër i ka vazhdu kjo lula pazërit e këta nicajt, e kanë mu këtu. Këtu edhe nuk kime ke zhanë me i tha parku i mërë kolmalit, se aje vërtet e ka godi park. Sa e njeri që i ka pa lërkë. Këtu janë hunë qysh me 64 në... janë hunë. Se kur sa që i kem hinë shkollë, me 63 në kem hinë shkollë, Mark Kolla, a i ka organizua fëmin, me hunë këto pëmë, me i hunë këto gjana. Kem bajle ferra si fëmi, dhe këti i kujtohet, me të prej ropë ferrën, me e prunë ferrën për me e thurë atë pëmë që mos me... se këtu ka pa bakti bollë. Beso tjertë mësuesa, ma shkolle, gjëpërnat është i këta, i kanë lakë këta, i kanë lakë me rujt me kove, shkoj lagi.
por atër këto e morën vetin dhe vazhdojnë. E kanë ruaj ashtu, i kanë vu blinat, janë vu blina e Sershinja, edhe tjera janë ke, por jetë Sershinja ke vu, edhe blina rritë se këtu i kanë marrë prej Bukovicit e prej Qeverit i kanë ullë. Atër këtu o kanë edhe shkolla, o kanë edhe banesa e mësuesit. O kanë e dashme. Banesa e mësuesit, se këtu kanë arë mësuesa prej larkë. Këtu për shembull, në këtë shkollë, se këtu me para shkolla këtë të shpitë Kolmuhit. Këtu ka arë Pjetër Toni Zyrafçaj, ka arë Gjomar Gilaj, ka arë Kolmar Uci Berishaj, kanë arë këtu, janë ke mësuesa Nikol Doda Lëgjuraj, këtu edhe Pjetër Ivezi ka dalë prej Leket, i tu. O ke mësues. Dhe më tha këtu janë ke mësuesa, atëherë në atë kohë, atëherë e kanë parë, por s'kanë tenjë këtu në këtë, ose der kur u godit shkolla, atëherë këta mësuesat kanë rrugua, nuk kanë tenjë këtu në banesë, por banesa o kanë mësues. Këtu, jo larg Kronit, deri 4 vite më parë ka funksionua paralelja shpërndane e shkollës Hotit. Para 4 vjeç më shua, shpresoj se do të rifunksionoj. Në programet tjetore të shkollës sonë, është gjithmonë e parapame ardhja, jo vetëm si rekreativitet, por edhe si orë eksploruese. Gjithmonë nxënësit, po jo vetëm ata, po kushdo, ka çka të shoh, ka çka të eksploroj në këtë mjedis interesant. Kështu që po, rregullisht, dhe ata jo vetëm fjala vjen një herë në një shëtitje gjysmëditore, po zakonisht ma shumë, disa herë gjatë vitit shkollor, kthehemi këtu. Edhe sot, pavarësisht ndryshimeve të kohës, ai vazhdon të rrjedh. Uji i tij mbetet i njëjtë, i pastër, i freskët dhe i jetës. Për shumë kënd, është kujtesë e gjallë e brezave që kanë kaluar, një thirrje e heshtur për të mos harruar rënjët. Ai është simbol i qëndrueshmërisë, i lidhjes me natyrën dhe i dashurisë për vendin e vet. Për Zotin, unë dalë para kësaj herë, para disa ditëve të kom baj, me furnizua, me bushi saranj, me pas ujë, se e kom pas e kroni do në mudnua. E për dite ma pak, ham hajte bje për e kroni, se hajte tash kur me na ushterje kë krua, na e këta që jemi jetu tash. Na jetojmë bol shterate. Me na ushterje kë krua, nuk e kem punë mirë. E dhe parë thaq, kur mujmë na dalë kë ujë, ne na shpresojmë se na del, e gëzojmë edhe na që jemë matë moqim. A se kur, belalë nuk e prispjesim, por na kim me dashtë edhe na kim me pasje. Te prispjesim me pa ujë bo. Na jem rapatos me të gjona, me bazene, me kamione, se na mi shpiona, na kem kamiona ka ditë jem marrë me ta gjithmonë. Tash për shembull, unë e kom bushi herë, para mja javet. Edhe thëm, haj, po dal, prap, dal, krye javet, belaj, marrë kaja që mos të nohet. Saranjë, kem saranjën, që i zenë që janë 75.000 kila ujë. E atër dal, për mos me met pa ujë. Për zotë, atër e kem shtirë punën. Ashtë të vjetë tu paksua. Për vjetë, mua më duket se për vjetë na je krua se ma shpejt kur nuk bjerë që i ma shpejt shterrohet. Në me thanë, shumë fort kanë tretë krujet. Kanë tretë krujet. Kruje ka kësajt, po së qanë kruje që me pa i gjatë, me qanë kruje, që më kom e le krua, janë të dimnit, kur vjen për shumë, mund bushi saranjën, mund bushi një qka pa e spanë.
pan, ja ditë, sa kru. E kjo ka kroni që jam me za. Ndryshimet janë shumë të mëdha. Shoqënia nuk është më si a kanë. A kanë dashni më shumë, a kanë respekt më shumë. Sot kem hall më shumë, pasuni më shumë, por dashni më pak. Me njëri tjetrin. Unë nuk e di se ka ban dikush fjali këtu, pra janë bashkuar njerëz me shumicë këtu, edhe se di se ka ban fjali. Këtu a luaj topi aty poshtë, janë luaj më parë, këtu luajnë atjera, për shembull luaj bajrake, luaj si që kanë ato luajnë atë vjetra, edhe nuk e di se ka ban kush fjalë me konin, po tonë janë kënë dashtun, tonë janë kënë të knaqun, tonë janë kënë të respektu njëri me tjetrin. Sot nuk kem kurrit keq me kur konin, po kush kuj mren nuk i hi, në kohë sotit. I kem ba gjitha kushtet në shtëpiat veta dhe rrim në shtëpia tona, gati me të marrë malli edhe me pa dikonin. Unë gjithë kish me i këshillua që i mos të harrojnë vetin e vetë, sa do ku do t'i qesin fëmijët këto, dhe të shohin këtë vetë këto. Është punua diçka pak edhe këtu edhe për fëmijë, sa do ku do me ardhë, me luaj fëmija këtu më knaqë, këtu me tajnë hije, këtu me pasu i të ekrit, po mirë kitë me kanë me dalë. Është i problem se këtu u ban vetëmi, janë kanë këto 2 kafe këtu, qysh se u myllën këto 2 kafe, u vetëmua veti, se këtu kanë ardhë njerëz për i gjithë kahit, edhe ditën edhe natën, kanë ardhë, me pi kafe, me pushua, me taj, me këto, edhe të 2 pronarët e këtynet kanë dek, edhe është dam edhe për vetin këto që ju myllën këto kafe, edhe s'ke ku me ardhë. Këtu vetëm me ardhën brame, tash të hanë edhe moshkonjat, që nuk di me shkon shpi, në brame. Inshallah bëhet mirë, përmirësohen, kthehet i fije pak edhe pej vetis vetë. Simbol është, por është mirim që nuk ka banor, po jem pak. Se këtu me kanë riskin marë për gjithë sinat, me kanë mu lojtë të këtu për shumë me arinia, mu bashku këtu kur. A bon, kjo gjanë kanë dalë jashtë, kanë shkua në tira, nuk ka ma aj si që ka. Nuk ka aj si që ka. Atëra ka di shtitër, se tërë kanë ardhë rritë, jetun, ka mësore, kanë ardhë, kanë ten jetun, dhe ka 2-3 orë, kanë ten 4 orë, kanë ten janë. O ba mu habet, o ba si eshe polde, i tash s'ke ka, kete kjo i trabojnë, s'ke ka. Ja është rasisht sot, për shumë pa me riski jetan gjithë me kënu, se nuk pranzefin, se nuk ka kush. Asë rinis, këta është asë si intereso me shkote këtu. Më intereso pak rinis. Dalin në herë, në bajnë në piknik, kjo rini, për shumë, të bajnë bashkim, janë do të ri që vinë, janë do, e dalin dhe bajnë ata pak. Mu angazhua njerëzit këtu, me dalë, dhe mu bashkua, vetë për shumë me dalë në familje, këtë tjetëri me familje, me bashkua për shumë me përtëri këtë gjonë, me dalë dhe dilet. Dhe dilet. Po e ma për do me shku në dete, do me shku në zona që ku janë hapsinat më të mëla. Rinis nuk i konë me nënë tash, po në deti e vullësini e vudve këtu. A mirë ki me kënë këtu me dalë, për shemull, me dalë mas tash me dalë me familje të mua, me teje, tash janë dalë do kushte, janë këtu roshtile, janë do zona që janë do kushte. Janë frigorifera që e badë makinë shko ka dush. Këtu për shemull e vjen pijen e shtjen ujtë kërnit, a s'ke nevoj frigoriferit. Nuk ke nevoj, por tash. Qka me i tha punë, ka ndrua jeta. Ka ndrua jeta. E si e pa me tunë, e shokët e mi, ka ndrua për 360 shkallë. Për 360 shkallë ka ndrua. Se dhe për parën, o ka di shtite, tash në di shtite. Kroni i Trabojinit nuk është thjesht një burim, por një pjesë e shpirtit të kësaj toke. Dhe për sa kohë që ai rrjedh, do të vazhdoj të rrëfej
historinë e njerëzve që e kanë ruajtur, nderuar dhe dashur brez pas brezi.